Një tjetër incident në vendin e punës rikthen në vëmendje sigurinë e punëtorëve në rajonin e Gostivarit. Një 37 vjeçar nga Çegrani ka pëzuar lëndime të rënda trupore gjatë kryerjes së detyrave të punës në një fabrikë në fshatin Forin dhe pas ndihmës së parë në Gostivar është transportuar për trajtim të mëtejshëm në kompleksin e klinikave Nën Tereza në Shkup. Më 11 gusht 2026 në orën 12 në departamentin e punëve të brendshme në Gostivar, nga qendra mjekësore e qytetit është denoncuar se tek ata me lëndime të rënda trupore është sjell EA 37 vjeç nga Çegrani, i cili menjëherë është transportuar në kompleksin e klinikave Nën Tereza në Shkup. Sipas denoncimit, 37 vjeçari ka marrë lëndime gjatë kryerjes së detyrave të punës në një fabrikë në fshatin Forin. Për rastin janë njoftuar prokurori publik dhe inspektorati i punës, ndërsa këqyrje në vendin e ngjarjes e ka kryer një ekip nga Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar. Incidenti tashmë është nën hetime, ndërsa institucionet kompetente pritet të përcaktojnë rrethanat dhe shkaqjet e sakta që kanë çuar në lëndimin e rënd të punëtorit. Kujtojmë se lëndimet në vendin e punës janë një dukuri shqetësuese në rritje edhe në rajonin e Gostivarit. Përballë rasteve të tilla, autoritetet apelojnë për respektimin e rreptë të masave të sigurisë dhe përdorimin e pajisjeve mbrojtëse gjatë kryerjes së detyrave të punës. Siguria e punëtorëve, veçanërisht në sektorët me rrezik më të lartë, mbetet një përgjegjësi që kërkon angazhim të vazhdueshëm si nga punëdhënësit ashtu edhe nga vetë punëtorët.